Një ngarkesë e madhe me mish pule prej disa tonësh është importuar nga Brazili me salmonel dhe ka hyrë në tregun shqiptar. Autoriteti kombëtar i ushqimit thotë se bëhet fjalë për fileto pule të ngrirë, e cila ka hyrë në Shqipëri përmes portit të Durrësit dhe është bllokuar. Por AKU nuk bën transparencë për publikun dhe konsumatorët, as për sasinë e mishit të pulës që ka bllokuar dhe as nëse ky produkt me salmonel është hedhur në treg për konsum. E paqartë mbetet edhe data kur ngarkesa ka hyrë në portin e Durrësit. I vetmi informacion që jep Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është se analizat janë kryer në datën 21 mars në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare dhe është konfirmuar prania e salmonelës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ndërmarrë një sër masash të menjëhershme dhe të strukturuara për të adresuar një situatë të identifikuar para disa ditësh gjatë proceseve të kontrollit të produkteve ushqimore të importuara në portin e Durrësit. Referuar analizimit të ISUV në datën 21/3/2025 për praninë të salmonelës në një mostër produkt pule, fileto e ngrirë e importuar nga Brazili, AKU ka ndërhyrë në mënyrë të koordinuar me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit në fjalë, si dhe për marrjen e masave administrative dhe ligjore ndaj subjektit përgjegjës. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk informon publikun as për subjektin që ka importuar mishin me salmonel, por deklaron vetëm se rasti është referuar në Prokurorinë e Tiranës për mos respektim të kritereve të gjurmueshmërisë dhe dhënie të informacionit të pasakt. Salmonela është një bakter që kontaminon kryesisht mishin, qumështin dhe vezët dhe më pas personi infektuar mund të ketë dhimbje koke, ethe, dhimbje barku dhe temperaturë.